Arti i riciklimit është titulluar aktiviteti kulturor që u zhvillua këtë të mërkur në shkollën 9 vjeçare Liria. Ky aktivitet u organizua në kuadër të projektit PNUD për përfshirjen sociale të komunitetit rom dhe egjiptian të mbështetur nga Bashkia e Shkodër dhe organizata dhe dorë. Sot aktiviteti është quajtur Arti i riciklimit. Dhe në këtë aktivitet morën pjesë njësër aktorësh. Do falenderoja drejtorët përkatës të këtyre dy shkollave, mësuesit, nxënësit këtyre dy shkollave të cilët punuan me përkushtim deri në realizimin e atyre veprave të artit të ekspozuara poshtë, besoj dhe ju i shijuat punimet e tyre. Por në veçanti do doja të falenderoja edhe drejtuesin e organizatës The Door, i cili na mundsoi që për 10 ditë të rinjtë e komuniteteve rome dhe egjiptiane, si edhe studentët e shkollës artistike Prengjakova punuan për zhvillimin për këto vepra art. Për realizimin e këtij aktiviteti, drejtori Petrit Proni thotë se nxënësit kanë punuar intensivisht për një javë, ndërsa projekte të tilla vlen sidomos për orientimin e tyre drejt arsimit profesional. Edhe shkolla jonë u organizua dhe bëri një punë goxha të madhe për rreth një javë. Ju shihni këto materiale, kishin një punë të madhe. Ky event ose ky projekt erdhi në kohën e duhur dhe në vendin e duhur për të orientuar këta fëmijë në arsimin profesional, sepse me të vërtetë i kanë durë të arta. Të gjitha punimet e realizuara me mjete të riciklueshme u ekspozuan përpara shkollës, ku të pranishëm përveç organizatorëve ishin edhe përfaqësues të darë dhe shërbimit social. Ndërkohë në shenjë simbolike u mbollën edhe 5 rronjulliri në oborrin e shkollës të mundësuar nga shoqata The Door.